إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أما بعد الله استندروار نكمي في لوار من يا ligjërat e cila është emërtuar historia përsëritet, e cila ka të bëjë lufta e tatarëve me muslimanëve, apo paraqitja e tatarëve deri në ndodhin e Ainul Gjalut. Do thot kjo ne e cekëm ligjëratën e parë se paraqitja e tatarëve është paraqitur me një periudhë e cila superfuqit janë kanë ata muslimantë edhe janë kanë krishterët. Dhe gjysën e botës tuaj se e kanë pas muslimanët e kanë sunduar, e gjysën tjerë e kanë pas krishterët. E pastaj tatarët gradualisht kanë filluar prej Mongoli të paraqiten, të forcohen, duke marrë pjesë të tokave derisa kanë marrë një territor të gjanë dhe të madh. Por çka i bëri tatarët që të lakmojnë ta marrin Bagdatin? Do thot i lakmoj për shkak se krishterët shkuan dhe motivuan Xhenkiz Khanin për khalifetin e muslimanëve që është në Bagdad dhe që është i pasur dhe është i mirë e kështu me radhë. Motivi i tyre ishte që tatarët mongol të vinë nga kjo ana tjetër, krishterët nga ana tjetër, që të forca e muslimanëve që ishte në atë zaman që të bere poshtë. Dhe cekëm në ligjëratën e kaluam se sebepi me shkue prej në Mongoli deri në Bagdad është një territor shumë i gjanë. Do t'i ecë shtëpiat e trojet e gjithë muslimanëve. Do thot është territor, vend shumë i madh, është pak vështirë me arrit. Por ai gradualisht ka dashur dhe ka pas me pushtetsin Khawarizmit ka pas një lloj kontrate që mos ndeshën. Por ato gradualisht kanë dashur me dhënë një sebeb, një ngjarje, një ndodhi që ai të marrë hapin. Dhe cekëm që 40 tregtar të mongol që kanë hyrë në territorin e muslimanëve, pastaj janë vrarë ato, ju ka marrë pasuria malli që kanë pas me veti dhe këtu ka filluar e përleshja mos pajtimi Xhenkiz Khanit me Muhammed ibn Shah al-Khawarizmi. Do thot ai ka kërkuar që vrarësit të dorëzohen te Xhenkiz Khani, kurse ki besimtar muslimanëve ka thonë nuk i dorëzoj unë ata edhe nëse i kapim kush e kanë bërë këtë krim, do të gjykohen sipas rregullave sheriatike në vendin tonë, në gjykatën tonë, jo të gjykohen në vend tjetër. Krimin e kanë bërë këtë dhe ne i ndëshkojmë ata, i gjykojmë sipas rregullave sheriatike. Xhenkiz Khani nuk ka pranuar dhe ka vendosur që të bëjë luftën me muslimanët. Dhe kjo fillon lufta e parë të cilët dalën muslimanët dhe ballafaqohen, por aq numër të madh që kanë pas tatarët, aq përleshje ashpër që ka pas humbje të dy palë dhe derisa tërheqën, do thot udhëheci i muslimanëve në këtë periudhë, në këtë pushtet që e ka pas Muhammed Khawarizmi dhe tërhiqet më një herë mbrapa dhe fillon që të rregullon safet dhe të ndërton pushtetin. Por a ndodh vetëm kaq? Jo. Tatarët veç kanë marrë hapin. Do thot ato kanë vendosur çdo send të bëjnë. Ato nuk dalën në këtë vend. Por këto duan të arrijnë qëllimin e tyre ku duan ato. Ato duan ta pushtojnë botën, ato duan të marrin çdo send. Derisa thot Ibn Athiri rahimahullah për këtë ndodhje që ka ndodhur, thot ato nuk kanë lënë send çka s'kan bë. Derisa kur kanë dashur me marr me shkruajt historinë, janë kujtu me shkruajt, mos me shkruajt çka me shkruajt rishtrim. Derisa thot më kanë motivuar disa shok, disa dashamir që regjistrojë se ti e ke jetuat, e din
sikur një njeri tash me marr me shkruajt ndodhinë e Gazës, i cili ka jetuar atje edhe me marr tash një hoxh apo një shkrimtar apo një gazetar prej midis Shkupit apo Tiranës apo Prishtinës të shkruajë ndodhitë që ka ndodhur në Gazë. A është e njëjtë? Ja, s'është e njëjtë. Atë që përjeton dhe atë që e shkruan që e mendon nuk janë të barabarta. E thot pastaj ka marrë të regjistroj, ka thosë se ndoshta të t'ju sjell dobi njerëzive të cilët kanë me ardhur pas nesh. Derisa thot Ibn Athiri rahimuhullah dhe ato njerëzit të cilë kanë konë me to në këtë kohë, këtë krim që e kanë bërë tatarët, aq masakra, aq trishtim që kanë bërë, thot derisa kena menduar që kjo është prej shenjave të kiametit të mdhoja. Edhe toka ka marrë fund veç dita ditës kur do bëhet kiameti. Para mendojnë muslimanët që kanë menduar. Do thotë se kiameti afër është. Do thotë kur ndodhin kjo është do thotë që bajgini punë e madhe ka kon. Bajgini telashe e madhe. Do thotë që musliman që janë sprovu prej ardhes së wahyi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në këtë moment ku tatarët kanë sulmuar tokat e muslimanëve, do thotë nuk kanë pak si sprove të madhe. Për këtë është e rëndësishme me ditë historinë. Me ditë ndodhitë që kanë ndodhur. Se prej ndodhive se Allah subhanahu wa taala ka vu zakone në tokë. Dhe këto zakone nuk ndrojnë. Këto zakone nuk ndrojnë. Përsëritën nuk ndrojnë. Vendi, njerëzit, ndodhit, amën ai zakon jetë. E prej zakoneve që ka po që njeriu me marrë mësim prej të kaluarës. Do thotë, nëse e shohim në një ndodhi që ka ndodhë dhe e shohim se kjo ndodhi sipas këtyre hapave që i kanë marrë ata të cilët janë korë përpara, kanë korë sukses dhe kanë korë fitore. Atër çka bojmë ne? Ne përfitojmë dhe mundohemi të ecmi në hapat e tyre. Nëse e shohim se çto vepra të cilët i kanë bërë, këto veprat i kanë pruar musliman, të cilët ishin më herët në situatën, në pozitë ku këto kanë dështuar dhe kanë humbur, atër ne çka? I largohemi atyre veprave dhe nuk ecmi në hapat e gabum. E ndrojna pozitët dhe ndrojna vendin. Historia nuk është vetëm me kalu kohën, vetëm me të ngjall emocionet. Para më do kur të mendoj se i kanë vrarë gratë, ja kanë prej barkin 7 zonë, i kanë prej fëmijë në bark që kanë 7 zonë, i kanë marrë kështu. Është trishtim, është frikë. Kjo nuk është ti me u emocionua dhe me qaj dhe më mërzit. Jo, as nuk është vetëm hajtë kaloj e koha, por është ne kur të lexojmë historinë edhe ndodhit, është që ne të marrna mësim prej këtyre gjanave. Të marrmi të nxjerrmi dobit e këtyre seneve. Se Allah subhanahu wa taala thot Kur'an laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Në ngjarjen e tyre, në ndodhitë e tyre me Jusufin dhe vllazërit e vet, thot ka mësim, këshilla për ata që janë mendimtar, për ata të cilët dalën dhe kanë mend, logjikojnë. Allah subhanahu wa taala një treta e Kur'anit ka rrëfime në Kur'an. Është ngjarja e banorëve të Kopshtisht, është ngjarja e Ashabul Ukhdudi që kanë qenë ato gropat dhe i kanë gjek, është ndodhia e lopës Banu Israil, është ndodhia e tjetër, është ndodhia e Mesjid Dirarit, është ngjarja e Musait, është e Isait, është e Lutit, është e Junuzit, është e Shuaibit, do thotë ke gjithë këto rrëfime që i rrëfen Allah subhanahu wa taala në Kur'an, çka janë? Janë gjithë për me marë mësim, do thot me marë, me analizue, me studiu nga gjithë anët këtë ndodhi që ka ndodhë, pastaj mundal dhe me meditue në këto ndodhi që ka ndodhë, edhe atëherë ti inxerë dobit. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun. Thot ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur ka tregu Allah subhanahu wa ta'ala në sura Araf për banorët e zjarrit të xhenemit, për ata të cilët nuk i besojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, ka thonë rrëfej aty rrëfimet për shkak ndoshta të ndalën dhe i të fekërun ndalën dhe mendon. A ke pa ndonjëherë kur ti je në bela? Ej bela, Allah na rrit pi belajave. Kini pa njerëzi, kini pa të lashe njerëzi me hasëm lak, nëzënhet nërë, është në kull, de vraz, de faroj, de bajket, de baj, pas ta vjen dikush të ndale, ti de vraj, ku kemi shku? Në burg. Ku ka me netë familja jote? Ku me netë fëmin tuajt? Ku me ka me vetë gruja jote? Sa vetë kemi në burg? Pas taj, nëse e vret pa hak, ku kemi shku? Dishkësh gjenem?
Të na, ndalet njeri me ndonë këtë tërnatën. Thot në jesër hajt për ja fali. Qka? La'allahum yatafakkarun. Do është të ndalën dhe meditojnë në ndodhit që na i ka të regu Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. E ne, gjatë këtyre ligjëratave që të të imbajmë, inshallah, do t'i shohim gjona të cilat përngjajsojnë me shekullin e 7 që ka ndodhë dhe me shekullin që jetojmë. Apo ai që do të vjen, kush do të jetë gjallë. Edhe merr dhe i shikojmë gjërat. A janë të barabarta? A luhen njëta figura? A është njëjta lojë shajt apo jo? Edhe ti merr mësim. E përket janë këto ndodhit që besimtari duhet të marrë mësim. Ne cekëm se muslimanët kanë pas gjysën e botës. Paramendo sa pjesë janë ndajt? Afër 10 pjesë copa, si cilët copë në veti. Muhammed al-Khawarizmi Ibn Shah o kon veti atë pjesën Kazakistanit, Uzbekistanit, Afganistanit, Turkmenistanit, atë pjesë e ka pas krejt. Këtë pjesën tjetër e kanë pas të Indonesit, Spanjës. Këtë pjesën tjetër ka Irani e kanë pas Ismailit, ato që cekëm që jetos janë në akide kërkundi. Do thot, si cili o kon pjesën Anadolit, Turkisë e ka pas tjetër kush. Pjesën Irakit dhe të Shamit e kanë si cila pjesë në veti. Edhe pse atje ju ka shku piskamja muslimanve, në pjesën në anën tjetër, s'ka lëviz askush subhanallah. Askush nuk e ka një munjon i tjetërit. Si cili e ka këshirë, çka po ndodh? Derisa nuk është shtetin tem, në kufit e mi, çka do të në të bonjë ai? Kështu ka ndodh. E përket, do thot, coptimi, dopsimi, përçarja, është që i ka pru këtë umetin këtë vend. Për këtë Allah thot, wa tilkel ayamu nudawiluha bejnë nas. Allah subhanahu wa ta'ala thot, ne jemi ato që e ndrojmë ditët midis njerëzive. Në herë job në fitore, në herë posedon humbje. Besimtari, muslimani, duhet të jetë kujdesshëm. Aq të fuqishëm kanë tatarët, ma të fuqishëm se musliman, ma të përgatitet se musliman. Wallahi çuditshëm kanë. Se këto i kanë pas disa tipare që janë dallu në luftë. Do thot, janë kanë shumë të shpejt janë shpërndaj. E çuditshme. Për 13 vjet kanë marrë botën. Pas një sen, do thot, kanë punu. Tjetra, janë kanë, do thot, numër të mëdhej kanë të buj njerëz sa të kanë dashur. Me të friksu me numër. Pregaditja ushtarake nivel. Udhëtësia komanda nivel. Dhe çdo situatë, çdo kohë, çdo stinë si kanë përballë. Vështërsive, lehtësimeve, çdo sen që ka dalë përpara. Dhe që kanë pas interesat, më e çuditshme kon se s'kan pas zemër. Rahmet hiç. Tjetër prej kushte, ja me mu, ja s'ka. Janë safin tem, ja për ndryshe je nuk ekziston. Këto i kanë pas tipare të cilët kur kanë hije dhe njerëzit që kanë bo, më njëherë janë ndërzue. Pse, kur njeriu e humb besimin Allahun subhanahu wa ta'ala, të ndodh ki musibet. Pas ndodhiz do thot që për leshës së parë, paramendojni Gjengis Khani pregadit ushtrinë e tij me një ushtri për 13 vite dhe e kalon krejt teritorin e Kazakistanit. Teritorin e Kazakistanit mbron në qytetin Imam Bukhariut, Bukhara, në Uzbekistan tash është, cila si përfaqja e Kazakistanit është afër 3 milion kilometrën katror. Parafërsisht 3 milion kilometrën katror. Këtë Kazakistanin e kalon Gjengis Khani, kërkush nuk i del në prit, kërkush nuk e ndal, askush nuk ja çon një gur, mbren te qyteti Imam Bukhariut në Bukhara. Është e logjikshme. Të hije hajduti ti më një mahall, edhe dalën mahallën tjetër mos me vikat kërkush. Vallai që është. Paramendoni këtë Kazakistanin e kalojnë, mbrin Bukhara. Kur mbrin Bukhara, kur merr vesh Muhammed ibn Khawarizmi si Gjengis Khani o të mbrin Bukhara, ka kalu Kazakistanin, ki del dhe hikën shkon me një qytet në Turkmenistan. Se konë këtë territori këti. Paramendojni. Dhe kur mbran në Bukhara, Gjengis Khani, të ardhë më ushtrin dalën umejet i mileti çka do bajmë. Si do t'ja bajmë?
A dhe dërzojmë kalan? Dhe dërzojmë qytetin? Apo dhe dërzohemi? Apo dhe luftojmë? Dy mendime, si sa herë. Një grup i parë thot, ne do të luftojmë me tatarët, edhe nuk ja dërzojmë vendin. Grupi dit, edhe të cilës shumica janë konë, ka thonë, ne do të largojna Gjakderdhjes, njerëzit e menjë që të di. Hajduti të kriminalit, haj që të fshin. Thot, ne do t'ja qena dherë të kalas, do bëjmë një marrëveshje, edhe nuk dherë të gjak. Kurse grupi i parë, i cili e konë muslimanve, djelmoshat e ri dhe trimat dhe fukahat, edhe ulemant kanë thonë vetëm luft me këto, s'ka. Por ndryshe këto nuk të më shirojnë. Kryesorja, ushtria që e konë dhe popullata jenë tërheq prej kalajës dhe ju kanë thonë Xhenkis Khanit që ne jena do thot për paqe, nuk jena për Gjakderdhje, ka thonë po si jo, çka po dojni ju? Paqe, në rregull, s'ka Gjakderdhje. E dini çka? Tash ju tregoni ku i kanë hendeja këtë musliman, çto gjelmoshat e ri, edhe ulemant fukahat ku i kanë bo kurthat rreth kalajës. Na tregoni ku i kanë kurthat, na i tregoni ku i kanë hendekët, e në ndihmoni ju neve me i prish to hendekët. A dhe i prishin hendekët për rreth që i kanë pas, musliman me dorë të veta, që ato që s'dëshën me luftu me tatarët, e pastaj i kanë shtin radhat e tyne, edhe hajde tash me luftu që ato muslimant, ato burrat të cilët janë brenda në kala, me uleman dhe fukahat. 10 ditë konë rrëthume qyteti i Bukhariut, ati mrena, teri pastaj është hap me dhunë, me forcë, edhe nuk kanë lanë as një alim, as një dietar, as një mujahid që se kanë preje. Krejt. Mbaron kjo, shte Xhenkis Khani i mbledh ushtarët, edhe që të njerëzit e menjë që thotë, ku e kam fshe altonin, arin dhe argjentin. Hajde na tregoni qëtu, bukur, bini kënejna. Ku i kini lënë armët? Qish atje, bini këtu mrejna. Rregull. A ka dikun tjetër po, i mbledh për veti arin dhe argjentin, pastaj ushtarëve thotë, bojni çka të dojni. E ju janë qyteti. Nuk lanë sant, pa prish, pa djek, me shkollë, me xhamia, me çdo se që ka pas e kanë rënue, kështu thot Ibn Kathiri rahimahullah. Kuptuat? Kjo është do thot që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmetohet hadithi nga Mu'minin Zainab bint Jahsh, thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo ka vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thonë ja Rasulullah, anuhligu wa fina salihun, a do të shkatrohemi dhe në mesin ton ka njerëz të mirë? Ka thonë nam, idha kathura al-khabath, po kushtohet e keqja. Kushtohet e keqja, anaj i miri shkon. Anaj do të shkatrohet. A dhaj dhe të vritet. E thot ma e keqe se mës me marrë shpatën ti me ju ndihmu muslimanve, në zeman, tatarve. A ka? Po nuk ka ma e keqe se kjo. Thot ma e keqe se me ja kthi shpinën vllavit tant, edhe me luftu vllavit tant, a ka? Nuk ka. Ma e keqe se me besu, thot, tatarve, qafirave, a ka? Thot ma e keqe s'ka. Ma e keqe, a ka se me ju dërzue, armiku tatarit e ka ardhë me të vra, ka ardhë me të prej, ti i dërzosh, thot ma e keqe nuk ka. Edhe a ka me keqe se ti ta pranojsh gjykatën e Xhenkis Khanit, thotë vallahi nuk ka, e për këtë thotë ju shkatru këtë. A kuptuat? Do thotë është telash, është bela, do thotë kush përndohet e keqe, Allah i na ruaj. A thotë tatarët me kaç e mbarojnë? Jo. Prej Bukharës me njerë nisën në Samarkand. Samarkand i Bukhara, për afërsisht 280 kilometre kanë. Në Samarkand ki khalife e këtyre muslimanëve ka lënë 50.000 ushtar. Për me mbrojtë Samarkandi, sa? 50.000 ushtar. Me mbrojtë kalat, se o konë kalaja më e mirë, më e fort, o konë qyteti mirë, o konë qyteti përparum, o konë shumë i mirë. Dhe nisan Xhenkis Khani, mbasi se mbaron me Bukharën, fillon rrugës për Samarkand. Thot pa tjetër tash me marë me zonat khalife në muslimanëve. Kur nisë Samarkand, ki e ndronë vendin. Por, ma belon me atë modhe, që kanë bëhe? Robë që i kanë konë muslimant i ka marrë Xhenkis Khani me veti. Që i kanë betë gjallë. Paramandoni qëfar shejtonë, o vlezër. Sa të poshtër jenë konë. E kanë pa, cili është i fort dhe mund me hec, e kanë marrë me veti. Cili o dërzu dhe s'ka hec, e ka vrarë rrugë.
Cili ju ka lodh e ka prej, e kalon. Së mduhesh, vetëm duhen ato që kanë takat. Një, tjetra do thot i ka marrë dreqi për dysa shkaqe. Ropt e muslimanëve për Bukhara i ka marrë për dysa shkaqe. E para thot është çdo 10 vjet muslimanëve ja ka dhënë një flamur të tatarëve. 10 vjet, po la Allah alem sa numri o koni robëve. 10 vjet një flamur, 10 vjet pse? Ka thonë se musliman të Semerkandit kur ta shohin flamujt shumë, thonë këto mos ka, ndërzohesh. Para më do, çfarë shejtani? Që edhe muslimant robt i ka shfrytzuar në nonën e vet politike, strategjike, që s'kish me friksu muslimant. E dyta është ata të cilët kur kanë luftuar me muslimant, si e kanë vërrejt, për shembull që nuk do të luftojë veç bon trika, ai tatari mbrapa i kam shumë njerë ka preje. Ja, fort du të luftosh vllaznit tuaj. S'ka me luftu shtremat, jam balli as ka. Ju kanë në mbrapa. E ka pa që do në bon trika, nuk do të luftoje, minjere kanë mit. I kanë shfrytzuar edhe si ushtar. 3, kur e kanë pas sulmin e muslimanëve, rob që i kanë pas i kanë qitë para, këto jenë fqen mbrapa, ato shigjetat ju kanë ardhur, ku kanë ardhur? Gjoksin e muslimanëve. A përshe sa keq është kur ti tradhtosh vëllezërit tuaj? Do thot prapë merr armikut çet përpara. Për këtë Allah subhanahu wa taala ata të cilët nuk kanë bëj hijret, ata të cilët nuk kanë ndër safin e muslimanëve, thot vallahi s'kan pas veç çka të bëjnë, ka thonë Allah ka më thonë Allah subhanahu wa taala, alam takun ardullahi wasi'a. A nuk kishte tokë Allah të xhanëve të haxhiru dhe ju të bësh hijret? Ti ke pas ato, ka thonë apo luftojmë? A jo valla me paqe, ajde tash. Do thot i kanë shfrytzuar si mburoje, kur të vjen sulmi, mos ju vjen këtyre tatarëve, por në t'ju vjen robëve të muslimanëve të shfrytëzojnë rastin. Dhe mënyra tjetër e kanë pas, që kur mbrojnë të derë të kalas, apo të qytetit, kur dolën musliman, kur t'i shon tatar, edhe i marrën 20 vjet, 30, 50, edhe i prejnë këtë para derës kalas. Pa ma bet hiq, si delet për kurbanet, i shqiprat, qështu? I prej 100 vjet, 200, 300. A dhe njerëz që thonë, ku këto po prej kanë? Kanë i prejnë muslimant. Pse se çki i prejemi, ka refuzuar në Bukhara të luftoje. Atër s'ki luftu me dorën tonë, ka prej tatari me dorën e ati. Allah i na ruaj. A përshim një saket, dhe çfarë musibeti kanë pas muslimant. E di për një me për të qaj, kur të marrësh të letzojsh, e di çfarë ndodhi ka ndodh. A dhe, normal historia përsëritet. Dhe e fund të akon i kanë ruajt disa prej robëve të muslimanëve, nëse ju ndodh me kap në rob prej tatarëve. Edhe pse kjo shumë pak ka ndodh. Për shkak se sër kanë pas fitore tatarët. Çdo herë kanë ecë përpara, rrallë ju ka ndodh që të marrën dhe t'i ndrojnë. E çka ndodh tash? Këto do thot para se membrin Semerkand. E tash 50.000 ushtar që i kalon halife muslimanëve. Çka do bëjnë me Semerkandin? Do luftojnë? Apo do dërzohen? Vallahi 50.000 ushtar këtë dërzohen. 50.000. Kur i shon tatar thot, ja, këtu nuk ka tjetër, vetëm kontrat, vetëm paqe. Çon burrat e ri, gjelmoshat e ri, a kupton çon ulemat, hoxhallart, dietart, fuqaha, burra s'ka me këto paqe. Që kanë bë Bukhara. Jo. S'ka tjetër. Mon rrugë tjetër ata çka bajnë? Dalën vëllezër 70.000 prej gjelmoshave të ri, hoxhallarve, ulemave, fuqahave dhe dalën jashtë kalas. Jashtë qytetit të luftojnë me ka, me ushtrinë e Xhenkis Khanit. Por për fat të keq, këto gjelmosha të ri, këto hoxhallar, këto ulema nuk kanë ditë strategji lufte. Nuk janë qenë përgatitur për luftë. Ato që kanë hongër 30 vjet, 50 vjet për luftë, ato po të hiqen tash. Këto janë kanë të lapsit, janë kanë punës, nuk janë kanë luftës. 70.000 kur dalën prej kalas, në kam, pa kash, pa kuaj. Xhenkis Khani dhe ushtarët e tij i vërrejnë që nuk janë njerëz të luftës. I kanë pa që s'kan strategji lufte. Çka bën shejtani? Tërhiqë gradualisht të ushtria tatarëve. Këto të mëndu si janë të përparu musliman të shkret. A do tu tërhek, teri sa e largu shumë prej kalas qytetit, edhe i kanë rrethekua për rreth. 70.000 prejhen krejt muslimanëve. Asnjë si gjallë. Dhe thot, a pe shifni
Çfarë musibeti, çfarë fatkeqësie? Pse? Se një ditë këto kur rëkon rahati dhe në qetësi, as janë përgatitur, as kanë bërë sport, as nuk kanë marrë pjesë në për sporta, as nëzet edhe vjen dita ku ti shkon kurban për shkak mos përgatitjes tënde. Kjo është fatkeqësi, kjo është musibet i madh. Do thot, ti mu dirë gjaku i muslimanve, para mendojni 70 sahabe kur janë vrarë në Uhud, çarmbërzije kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve radhiyallahu anhum. Të na e dini 70 hafëza kur i kanë vrarë, kur kanë lipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ja shkojnë t'ja mësojnë dinin e Allahut, që në rrugë i kanë prerë në bes. Sa ka bo dua kunut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ato që i kanë vrarë? Një muaj komplet. Atë sa u ka mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një muaj komplet kunut ka bëhe. Kundër atyre të cilët kanë tradhtuar amanetin dhe kanë tradhtuar mbes këto hafizat e Kuranit. E paramendojni 70.000 muslimanëve të vritën. Pse sa ju dhëtësi si ka interesu popullatën e vet, i ka interesu për postin e vet, pozitën e vet, njerëzit e vet, familjen e vet, ushtarët i ka rujt për interesat e veta, momentin kur vjen që duhet të ballafaqohesh, ato në ballafaqohen. Mbaron me këto muslimanët ju kthehen kala. Ku jeni ju ushtria që shikini hallat? Thot me paqe. Në rregull. Ku i keni arrin argjendin? Ku i keni armat? Ku i keni baktit, kashët, kuajt, që kanë pas lufte, mjetet lufte? Ka thonë qëtu, ka thonë na i afrojni. Bajsi e kanë afru e ka thonë, ajde tash, nisnja. Do thot, kështu kanë bon çdo qytet Xhenkis Khani. Do thot, se të tatarët nuk ka pas amenet, nuk ka pas bes, se cekëm, s'ka të ato kontrat, s'ka bes, s'ka marrveshjet ato. Që ti të thotë po, që ti të ndronë e sapin. Edhe këto uleman dhe fukahat, kur i kanë thonë ushtarë dhe 50.000 ushtarë, more 50.000 u kalon juve me mbrojt qytetin, a jini normal. Ka thonë, shht, në jina komandosa, ju së në shqit një mend. Komandosa ndaj popullatën, ndaj o gjallarve, ndaj ulemanve të ati zemonit. Apo, andaj të atarve, si noj. A është noj që ishtë i kryen dhe? Kur të shoj rrezik ishte i kryen dhe, nuk shea kur që tjetër, e runë vetën e vetë. Kështuva kanë bo ulemonve dhe o gjallarve dhe djemve të ri. Jo, së në mësoni neve. Ne i dim, ne kina strategji. Pasi që i mbaron me ato, dhe këto nuk e le as një prej tyre në gjallë Allah të ndërshëm. Kjo është do të thotë, që gjithë këto musibete, gjithë këto masakrat, morë si ka interesu as njonit që jo konë megje prej muslimanve t'ju ndihmon. Mbaron me ka që jo, e shetë Xhenkis Khani, Samarkandin i pëlqet, vendi i mirë, ambienti i mirë, qetë, bollok po, mirësi po, thot unë përin që këtë vend, ju thot 20.000 ushtarve, ju tash dë shkoni dhe gërkoni Muhammed Ibn Khawarizmi, shkonja, kërkonja Muhammedin, khalifen, thot edhe në qiell mund gjithë kap një binjet e ko. Pa tjetër me maprua, gjallë. Do thot, një, me nënshmu atë, si khalife, 2, me nënshmu gjithë musliman, me 20.000 ushtarti me shku këtë teritorin me kërkue. Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Afganistan, kjo është e çuditshme. Ti të hecet gjithë këtë territor. Dhe mos me ndodhë kjo fatkeqësi e madhe. Kur nisin të shkojnë të në Turkmenistan në atë qytet që ka ik, kur dëgjojnë që në Kamrije, çka bën? E ndron rrugën. Dhe kalon më ton lumit Gjejhun. Është një lum që i lidh disa shtete, Afganistanin, Tajikistanin, Turkmenistanin, Uzbekistanin. Edhe që ka bo ki, khalifja ka dalë onën tjetër. Rahatu, ati ka thonë lumi është për para, tatarët s'kan anije me dalë knejna, ka nejnë rahat. Tatarët shejtona. Shejtoni mëri ka mësue. Kur ka mritë të lumi, e shonë lumin. Anije s'kan me veti, shka bon, marën, bojnë disa sikur kazana prej drasës dhe i veshin me lëkurën e lopëve. I prejnë lopët, i veshin me lëkurën dhe fillon të ike prejnë qytet, tërin qytet,
nërë në Iran, nërë në Turkmenistan, nërë në Afganistan, derisa vrin të deti Kazuin. Të deti Kazuin, ati mbrijan ki khalifja e gjen një anije, hipën anije dhe shkon në ishull të ndetin Kazuin. A që koni kala, edhe dretohet, rahatohet atje. Kur vjen tatartë buz detit, anije s'kan pas, edhe i hupin shpresat që së në zonë këtë khalifet ja qojnë Gjengis Khanit. Ki shkon në kala dhe jeton o vllez të ndershëm i varfër, pa ari, pa argjent, pa pare, pa ushtri, pa ushtar, pa truproje. Paramendojni momentin që i ka ardhur vdekja s'kan pas as qefin me qefinos. A paramendojni sa territor ka pas e kanë qefinos me dyshekin ku ka fet. E kanë shtell me dyshek dhe e kanë shtin varr. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot ejnëma të kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Kudo që të jeni dhe t'ju kapje vdekja. Së n'hikni, edhe nëse jeni në kalajat, ngritnat, nardat, fortifikume, kam ju gjetë vdekja. Ndash se këshku mbar ndetin e Kazuinit, e ka gjetë vdekja. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot li kulli ummetin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Çdo ummet ka ajelin e vet, caktimin e vet. Kur të vjen momenti, vallahi as nuk vënohet, as nuk paksohet. Për këtë kjo është e çuditshme jeta e një njeriu, me jetu si khalifi i muslimanëve dhe me vdek i nënçmuar dhe i poshtërsuar, me hik prej në vendit vend. Wallahi më mirë është njeriu me vdek kokën lartë sa i nënçmuar kokën hunxhët. Më mirë është me vdek zemrën plot iman, me ja dhënë shpirtin si shehid, se sa i nënçmuar dhe jetë të hik prej në vend. Më i mirë është njeriu të vritet aty ku është dhe shkon shehid te Allahu e nuk ja kthen shpinën armikut, si ja kanë kthie. Më mirë më nder është njeriu që të vritet në ball se sa të hikje. Për këtë është e çuditshme se njeriu nuk ka mundësi ta cakton momentin apo çastin e vdekjes. S'ka shanca. Apo mënyrën si do të vdesh, mund ta zgjedhish. Mënyrën si do të vdesh, mund ta zgjedhish. Do thot, amon momentin dhe caktimin jo. Shtash, don me vdek faqe bardh apo don me vdek faqe zi? Për shembull këti ka ardhur vdekja apo? Ki kish mundësi të vdesë në front bashkë me ushtarët e vet. Edhe besoj që do ta përkrashin. Mas po këti ulemon dhe dietar dhe fuqaha do ta përkrashin. Mos ta përkrashin popullata dhe ushtria. Por ka zgjedh që të ikje. Allah na ruaj. Për këtë thash ti mush me zgjedh mënyrën si do me vdek. Amon, momentin jo. Se trimnia nuk ta shkurton jetën. Pa as friga nuk ta zgjat jetën. Më mendo se tutesh ti e dhe jetosh pak më gat. Aty, mashallah, si ti je azgan do vdesh pak më herët. Jo, asesi. Por njeriu duhet të jeton me një jetë. Nëse ti jeton për me mbrojt dinin tënd, fejen tënde, vendin tënd, mollin tënd, ti je edhe nëse vritesh je shahid. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka në Sahih Muslim nga Sa'id ibn Hunayfi radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e lut Allahun subhanahu wa taala shahidllëkin me besnikri, thot hajde të arrije gradën e shahidave edhe nëse vdes në dyshek. Në spallën tënde 3000 euro. Amon zemrën e kije që çdo herë lut Allahun, çdo sejdë. Vdes spallën gradën e shahidit. Sigurisht që vdes në front. Pra mendoni që ka thonë. E mirë, tash, a mbaron tatart me këtë? Jo. A e çliruan Khorasanin? A hin brenda në Kabul? Tatart? Si u ballafaquan me njerëz të Kabulit në atë zaman? Do thot, inshallah dhe na jesën për javën tjetër, do thot për të ardhmen, do shohim se tatarët nuk e kanë ndërprej këtu, po do shohim në Kabulin e sotshëm. A ju kanë ndodhen atë tatarëve musibet apo jo?
a kanë arrit ta çlirojnë Kabulin, ta marrin tatarët apo jo? Inshallah do na jese për javën e ardhshëm ose ligjëratën e ardhës, të ardhmë çka do vjen dhe a ka pas dikush prej muslimanëve që ju ka ju ka lip dy luftim Xherkis Khanit dhe tatarëve ka thënë eni të shohim të shohsh se kush janë musliman. Do shohim inshallah ligjëratën e ardhshme. Lut Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej besimtarëve të mirë dhe të drejtë, të na bën prej atyre që bëjmë veprat e mira dhe të vdesmi me veprat e mira dhe të ringjallemi para Allahut subhanahu wa taala faqe bardh. Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.